Përshëndetje, ndodhemi në shkollën tonë Royal, në kursin e barmenit. Pas 3 muajsh kursin të sill, nxënësit tanë kanë arritur në nivelin që e krijimtarisë së tyre dhe le të shohim çfarë kokteli do krijojë dhe do përgatisë nxënësi jonë dhe tjon. Jepi. Në fund koktelin do të testojmë edhe do të japim notat nga 1 në 10. Sa vlen po i hedh po e ntrau. Vodka. Nuk e dim çfarë shije ka, nuk e dim çfarë emri do t'i vendosim nxënësi jonë, por që le ta testojmë. Tash do vendosja një notë nga 1 në 10 dhe nota ime për sot është 12. Përshëndetje të gjithëve, sot nxënës i Detjoni do të përgatisi një tequila Sunrise në bazë të atyre që kemi mësuar në shkollën tonë Royal. 50 ml tequila, 30 ml triple sec, granatin, i hedhim 60 ml lëng portokalli, tashmë e shekerojmë koktelin.
Camila Sunrise, i përgatitur nga nxënës dhe Tioni. Ju bëft mirë edhe faleminderit për vëmendjen. Përshëndetje, si jeni? Sot do të kemi një koktejl krijimtari e nxënësit tonë. Le ta shohim se çfarë ai po përgatit. Kemi shakerin të mbushur plot me akull. I hedhim 30 ml amaretto ose disaronno. 20 ml triple sec, frut pasion, vazhdojmë me 60 ml lëng borronice, pas mbyllim shakerin edhe e shakerojmë. Hurriken. Nxënësi jon sapo mori një gotë hurriken, e mbushi plot me akull, edhe tashmë po hedh koktejlin, i cili nuk e dim se si do e quaj, ai është një koktejl krijimtari e atij vet. Vendosin e krim.
Pasta besi dhe biskota pikante është gati për pjekje. Temperatura e kësaj është 190 gradë për sa minuta? Për 15 minuta. Tash jena në përfundim të arës së kokosit, amaret e marrë kokosit, dhe për gjysmë. Përshëndetje të gjithëve, si jeni? Sot do të përgatisim koktelin vodka sour. 50 ml vodka, monin frut pasioni, shtrydhim gjysmë kokër limoni, hedhim frutin e pasionit, e mbushim godën me agur. Edhe kjo është një vodka sour. Vendosit një tjetër. Zonja dhe zotrinj, përshëndetje. Sot do të përgatisim një koktel krijimtarie jona të bazuar në Campari, Triple Sec, Aperol dhe frut pasion. Të them të drejtën, nuk e dim se çfarë shihet do marri, por që është një krijimtarie jona dhe le ta testojmë. Majm shakerin, hedhim 30 ml Campari, -20 ml Triple Sec, ml Aperol, pak frut pasion, shtrydhim gjysmë kokër limoni, edhe provojmë ta shakerojmë. Si që thash, nuk dihet se çfarë shije ka marrë, do ta testojmë. Marrim një godë hurriken, dhe mbushim me akor. Dashur miq, jemi sërish në Institutin e Gastronomisë Royal. Tashmë jemi me një recetë tjetër, konsiston një recetë të ëmbël që i përket panna cotta. Panna cotta një gatim i thjesht, le të themi, por dhe ajo kërkon një procedurë të saktë gatimi. Konsiston në një produkt që është panna, qumshti, vanilja, qoftë flur, qoftë edhe shkop vanilje, dhe më pas duke përshtatur sipas dëshirës tonë dhe shefit kuzhinës që ai ka dëshirë. E kemi përshtatur me disa fruta të ndryshme që ne mund të kemi mbetje në disa receta të caktuara dhe i shfrytëzojmë në maksimum në pjesën e shijes që mund t'i japim panna cottës. Në këtë rast kemi marrë silikon në formatin e zemrës dhe do ta prezantojmë në pjatë. Fillojmë nga procedurat pa humbur kohë.
Ja për dashur miq, kjo ishte receta për sa i përket ditës sotme, panna cotta e përshtatur me frutat e pyllit dhe me një krustë bajamesh të ndryshme, sa për të krijuar një thekrisje në shijimin e gatimit tonë. Faleminderit për vëmendjen dhe bashkë miru takofshim në receta të tjera të ndryshme që do të Përshëndetje, sot kemi temën e të ftotave. Sot do bëjmë një çokoladë të ftohtë. Çokolada e ftohtë gjithmonë si fillim me mas pjesën e qumshtit. Pasi hedhim qumshin, e hedhim. Më pas e shqiroj me 2-3 kokra akull. Hedhim bustinën e çokoladës, pasi do bëjmë një çokoladë të ftohtë. Pas e rrahim. Edhe e lëm këtu deri në momentin që ajo të bëhet sa më kremoze. I hedhim akull mjaftueshëm. Në momentin që ne kemi bërë sa më kremoze, e hedhim. Vendosim copa biskotej. Edhe ja ku është një çokoladë e ftohtë. Tani, pasi e bëra unë, ka ardhur radha që nxënësit ta bëjnë vetë, kështu që hidhi qumshtin nxënës Luisi. Bravo. Hidhja qumshin aty. 2 deri në 3 kokra akull. Hedhim bustinën e çokoladës. E rrafim deri në momentin që ajo bëhet sa më kremoze. Pak më me qetësi. Nxënësi pasi mori godën, hodhi sasinë e dur të qumshtit, hodhi bustinën e çokoladës, edhe në këtë momente është duke hedhur në godën e tij, pasi bëri një kremozitet të duhur të çokoladës, tashmë e shoqëron edhe me shllak, në varësi të preferencës së klientit, pasi ka klient që në rast preferencash, i vendosim edhe disa copa biskote. 2 pipa, edhe kjo është një çokoladë e ftohtë sipas asaj që unë ju mësova. Faleminderit të gjithëve për vëmendjen.